Rreth 900 milion njerëz në mbar botën janë të ekspozuar ndaj pasojave gjithnjë më të rënda të krizës klimatike, si nxehtësia ekstreme, përmbytjet, thatësira dhe ndotja toksike e ajrit. Këto të dhëna vijnë nga një raport i ri i Kombeve të Bashkuara. Indeksi global i varfërisë multidimensionale për vitin 2025 është publikuar përpara samitit të klimës, që do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Brazil. Ky raport paraqet një pasqyrë të qartë dhe shqetësuese se si varfëria dhe ndryshimet klimatike janë të lidhura me njëra tjetrën. Për herë të parë, studiuesit kanë kombinuar të dhëna për rreziqet klimatike me treguesit e varfërisë multidimensionale. Kjo tregon se varfëria nuk është thjesht një problem ekonomik, por lidhet ngushtë edhe me presionet mjedisore dhe paqëndrueshmërinë globale. Sipas raportit, nga 887 milion njerëz që jetojnë në varfëri të thellë dhe janë të ekspozuar ndaj të paktën një rreziku klimatik, 651 milion prej tyre përballen me 2 ose më shumë kërcënime klimatike njëkohësisht. Ndërkohë, rreth 309 milion persona jetojnë në zona ku përputhen 3 ose 4 rreziqe klimatike, duke përjetuar kështu një barë të 3 fisht ose të 4 fisht që thellon edhe më shumë cënërshmërinë e tyre sociale dhe ekonomike. Nga të gjitha krizat klimatike më të përhapurat janë nxehtësia ekstreme, që ndikon mbi 608 milion njerëz të varfër, si dhe ndotja e ajrit, që prek 577 milion të tjerë. Përmbytjet janë një tjetër rrezik madhor që kërcënon 465 milion persona, ndërsa 207 milion njerëz jetojnë në zona të prekura nga thatësira. Raporti e veçon Azinë Jugore dhe Afrikën subsahariane si rajonet më të rrezikuara ku përplasen varfëria dhe ndikimet klimatike. Në Azinë Jugore, ekspozimi është pothuajse universal, pasi 99.1% e njerëzve të varfër, rreth 380 milion njerëz jetojnë në zona që përballen me një ose më shumë rreziqe klimatike. Ndërsa në Afrikën subsahariane, 344 milion persona përjetojnë kërcënime të ngjashme të shumëfishta.